Post Big vjen me një tjetër koment me Meridianin dhe me Dasarën, mirë se na erdhët. Faleminderit. Mirë se Lale. u bëm edhe me çunat e lagjës se ka fiksime që në çun Dasara. E dia jo pse po i gjuaj mirë se erdhët. E ka fiksim. Dje ishte një tjetër puntat, një tjetër episod, një tjetër prime që pati shumë zhvillime, por le ta nisim më një herë me ngjarjen kryesore. Si ja bën Selina më mirë? Bëjnë ata për të tre. Një për një. Dalia, përjashtimi i Caseit. Po, teoritë konspirative i ke dëgjuar që ai ndoshta nuk ka dalë dhe është një dhomë tjetër dhe përsëritet historia e Eglës? Jo, këtë s'të dëgjova. Po, sepse ai ka thënë Inës dhe është një reels ku i thotë Inës që unë thot çfarëdo që të ndodhi nesër, do shfaqem o nga ajri me dron, ose do të vi si një angjëll i bardhë dhe do të jem këtu afër i fshehur, po e ka thënë këtë gjë, kështu që po ndërkohë Ledioni i tha merr sa kohë pushime, Meridian. mirë, sa kohë pra i ka thënë pushime. Nuk do jesh as në studio, madje tha ca kohë tha do jesh larg ekranit, tha sa të marrësh të reflektosh shik për veten tënde. Për te, po themi batutave, çfarë nxori Caseit nga shtëpia? Çfarë nxori Caseit nga shtëpia? Rrugaçëria dhe pik. Është rrugaç. Po, eksaktësisht çfarë bëri për një publik që mund ta ketë humbur fillin e ngjarjeve, se jo çdo kush ndjek në detaje. Unë nuk e di pse nuk e transmetua në Prime videon që i thot Stenaldos. Shumë rëndësi, po. Për atë që i thot Stenaldos dhe flet me fjalë të ndyra. Po, është për arsyen që i ka folur Stenaldos në atë mënyrë apo për shprehje që i ka thënë Kristit apo të dyja bashkë? Fokusin në Prime ju dha Kristit. Çka linte shumë për diskutuar për një lloj favorizimi që produksioni diskutohet që i jep Kristit e kështu me radhë. Megjithatë prapë mbetem me mendimin që Caseit nuk ka ndalur vetëm aty. Unë zgjova sot me idenë që si ka mundësi përjashtohet Caseit dhe okay, dakord, vendim i drejtë nga janë, por qëndron në shtëpi Rogerti. Unë mendoj që Rogerti ka qëndruar në shtëpi sepse ka dashur që të jenë politikisht korrekt me ka dashur të jenë politikisht korrekt me faktin që rrotin telefon. Meqense ja dha një mundësi Caseit për sjellje të keqe si Rogerti dhe e çuan nominim, kësaj radhe nxorën. Besoj që po bën njëjtën gjë edhe me Rogertin, e nxorën nominim, megjithse nuk duhet harrojmë që Rogerti është nominim për hershëm. Mirë, okay. Dëgjoj tani. Nominimin. Caseit e mbushi kupën. Erdhi. Disa herë, ja po lexova çfarë duhet të them skenari që më ka dhënë për të lexuar. Po produksioni, po. Atë Caseit kishte mbush disa herë kupën. E mushi e derdhi, pasi e derdhi për herë të fundit si kishte ngjen asgjë më pa derdh. Dhe dëgjoj, ky zarf i zi dhe kjo të qenit për herë në nominim për Rogerti nuk është pak. Është favorizim, po. Për atë që e kupton dhe që ka qenë pjesë e Bigut, për mua është favorizim. Pse? Sepse ty të bën gjatë gjithë kohës ti je vigjilent në lojë. Ti je i kujdesshëm, ti je i vëmendshëm, nuk të le të bish në atë qetësinë tënde që ti t'jesh, domethënë i qetë dhe mos ta kesh mendjen ke lojë, sepse do të jesh gjatë gjithë kohës aktiv. Sepse nga momenti mund të rreshkasësh. Kjo është gjë e mirë, se sa do di Rogerti ta shfrytëzoj këtë gjën, ai ngel për tu parë, por nuk e di, po kam një përshtypje që ai do rezistete pak dhe do shpërthej me zarfzi, po me zarfzi. Unë qesh sepse Meridiani kur dhe ka vendosur në kokën e tij nuk ja tha emrin tamam Rogerti. S'ka për t'ia thonë asnjëherë. Tani sot ishte Rogerti. Puntatën e kaluar ishte Rogert nuk është. Dëgjoj, dua edhe një herë ta fokusoj vëmendjen tek një episod që nuk do të kaluar kaq lehtë, pra ky përjashtim i Caseit, një djali popullor që e njeh gjithë publiku, por që vendos të dalë, po themi përjashto. Po popullor është sepse po bëhesh faktore dhe duke folur me fjalë të ndyra, por kjo s'do të thotë që i pranueshëm për një format si Big Brother. Tani. Ai është vërtet fat popullor, mund bësh popullor edhe për keq. Varet si të merr ajo, ai u bë për pjesën. Më bëri përshtypje ajo përcjellja, u çuan ta përcjellin disa personazhe, mes tyre sigurisht Ina, por dhe Mateo. Ndërkohë dëgjoja zërin një zë që ishte i Selinit, duket. Se çohesh ta përcjellësh, çfarë është kjo, çfarë do të thënë kjo. Ndërkohë Rogerti thoshte, po jashtë kemi një jetë, domethënë tani duhet të kuptoj këtë për të gjithave, se duhet të pak mbrojtjen e Caseit. Nuk dua që të kryqëzohem për mbrojtjen e tij, por para se të bësh mbrojtjen e Caseit është një lojë dhe jeta vazhdon jashtë. Më bëri përshtypje që ne kaq njerëzor Rogerti.
Roger si e ka, në vërtet Mua se nuk kam më pëlqen fiksu. kjo teoria, nuk më pëlqen kjo teoria e jetës jashtë, edhe këtu jemi në lojë, edhe me ato që ndodhi me Gretën edhe Selin, Po. sepse këtë termin lojë një herë kam filluar ta përmendin në Shqipëri për herë të parë dhe për hapi Luizi. Por ai është një reality show dhe ne duam të shohim njerëzit në formën më reale aty. Dhe prandaj kur vjen puna përsëri na pëlqen ajo që është reale. Çfarë na pëlqeu ne nga Luizi? U martu dhe u trashëgu me Kjarën. Kjo ishte reale. Dhe suksesi që morën ata si çift jashtë ishte edhe më i madh se ai që morën brenda. Dhe Se njerëzit duan gjëra të vërteta, prandaj shohin reality show. E kupton? akoma shumë Në larg. qoftë se ai Rogerti akuzon Mirin për incest dhe Miri del për jashta, edhe i flet përsëri Rogerti. Dëgjoj, do të kuptosh diçka. Ajo fjala është lojë, zakonisht këto e përdorin për dal nga situatat. Sepse aty asnjë gjë nuk është lojë, sepse ato gjëra ndodhin edhe të përditshme. Koha Ka treguar që vërtet çfarë ndodh në shtëpi mbetet në shtëpi. Pra Jo, shumë ka personazhe treguar që e që kanë Hatërbeti- tepruar në shtëpi. Jo, kanë zgjatur Hatërbeti. Ka treguar që Hatërbeti e shtëpisë kanë ngelur dhe jashtë. Pra ato çfarë mlefill ajo vlerë që kanë Nuk u bë kurrë pjesa më e në Eglën, madhe, për pjesa shembull. më e madhe ka ngel. Çfarë do ndodh me dy vajzat, me Inën dhe me Stelinën? Se Po tani janë si Inën e peshku pa shoh. ujë, se themi kështu. Inën Ose ujë pa peshk. Inën e shoh dhe më peshku pa ujë sepse Ina u vendos me Kesin dhe Kesi nuk kishte aleat në shtëpi. Kurse Stelina është më ndryshe, ka një aleancë me Mirin, grupet kanë filluar të krijohen përveç Me rrezikuar Kristit është Ina? individualistit. Me rrezikuar është Ina? Kështu që unë mendoj që më rrezikuar është Ina. Dëgjoj, për formatin e lojës, për mua më rrezikuar se Stelina, në fakt. Jo sepse unë e shikoj si lojtare. Ina krijon dinamika dhe krijoi mbrëm direkt pas primit vazhdoi të krijojë dinamika, ndërsa Selina ka ngelën atë hijen e Kesit që nuk po arrit të dalë dhe të lozë, ose ndoshta është e prekur dhe e lënduar dhe nuk e ka më fokusin Keni një tek parashikim loja. çfarë do ndodhin me Kesin si personazh? Me thënë të drejtën nuk dua t'ja di fare. Okej. Për mua Kesi është i djegur nga gjitha anët. Me është dhe një super mundësi, nuk di ta shfrytëzonte edhe Nisim një koment të ri për një çift që sa të lezetshëm. Mateo Briki. Je dakord domethënë. Briki Mateo. Se Meridianin dhe Monikën e kemi kundër. Mateo. Briteo, po doli dhe një kështu hashtag tjetër. Kishte Briteo po dhe Brima. Brima ishte nuk e di domethënë. Brima është kuptim Brikena? Brikena Mateo, po shtuar tani. Tani, dje çfarë i kërkonin? I kërkonin, me sa kuptova që ti bënte një propozim Mateo Brikenës. Tashi, me sa kuptova unë dje kërkonin që Mateo prap të kthejë në lojë dhe të merre prap me Brikenën. Pra Mateo është tërhequr nga kjo gjë? Jo, nuk e di pse Mateo që është super çun, është shumë çun i mirë, çun i zgjut. Për mendimin tim mund bote lojë shumë të mirë dhe me Selinën. Se më duket sikur më shumë ka kimi me Selinën se sa me Brikenën. Dhe të arrijë një gozë gjithkohës, dore nuk je fokus për mua, sepse ai duket se ka fokus. Tani se shikoj pak si e mendoj unë. Për mua më shumë unë e shoh pak si e mendoj unë. Shikoj më shumë kimi me Selinën se sa me Brikenën. Dashuritë e mëdha që krijojnë varësi ndodhin gjithmonë me persona që i bëjnë të zhyten në ca situata toksike. Dhe unë mendoj që marrëdhënia që do kishte Mateo me Brikenën do ishte gati toksike. Brikena ka cilësi shumë të mira, po ka shumë gjëra që janë shumë larg nga pikpamja e karakterit me Mateon. Edhe Mateo është shumë i kapshëm, shumë i zgjuar për situatat se sa Brikena. Dhe kur them më i kapshëm, e kam fjalën jo tek loja, sepse ka identitetin e vet, jo. Por kishte momente gjatë përballjes së mbrëmshme që ajo insistonte tek e vetja dhe Brikena me këtë mënyrën që insiston aq fort tek e vetja, bëhet jo elastike, po loja e Big Brotherit do elasticitet. Ka shanse që historia e tyre të vijojë gjatë dhe në fund fare të ketë një fund pozitiv? Po, do ishte bukur për ne si publik. Ta shtyrin, si do ishte Big Brotherin, do doja sigurisht. Ti do doje Meridian apo? Gjë fakt, unë do doja që Mateo të fokusonte te loja. Duke qenë se ka njohuar disa herë Brikena dhe mundsu ta nxirrte keq publik, ta nxirrte mashtrues, unë po tisha do isha fokusu ke loja. Edhe mirë do bënte sepse është goxha i përfruar në publik. Po pra, ideja e kësaj që duhet diskutosh mos po humb kohë Mateo duke mos ka gjë. Do e thosha që unë e shikoj ndryshe, shoh një lloj vërtetësie tek insistimi që ka ai për Brikenën. Po. Edhe siç e thash dhe në fillim të kësaj puntate,
Ka nevojë për vërtetësi aty brenda, e vetëm për lojë. Po pra, po dëgjova dje nga disa zëra aty që ky nuk është aktiv në persistencën e tij për, madje vetë Brikena i tha, s'm ke ftuar për kafe, mëngjes nuk më fton për i kafe, nuk më vjen. Prandaj është galanta, ai ka lezet, nuk bëhet zorr. Ose zorraxhi si Casey, se u bëdhe meme. U bëdhe meme kjo puna zorraxhiut Casey, po. Do më thënë, nuk është ti thua që Mateo është në pozicionin e tij. Absolutisht, ideal, po. Dhe Brikena qëndron në pozicionin e vet, po nëse do qëndrojmë në këtë pozicion nuk do ndodhi asnjëherë asgjë. Do fillojnë tani se istisi produksionin brenda, edhe do fillojnë. Okej, të zhvillimet. Mirë, shohim çfarë ndodh me çiftin Mateo Brikena, por dua të analizojmë pak Selin si lojtare dhe si personazh brenda Bigut. Si po qaset ajo me dinamikat e lojës, më pëlqen shikimi juaj. Jo, e shikoj, do të flasë ajo, apo do të flasë unë, sepse unë kam shumë për të thënë. Shqyr zoti që era parë kjo me leje që në dasar atë zemra. Se, atëherë çfarë rezultoi nga shikimi juaj? Nga shikimi rezultoi që mos fol mbyllë gojën do të flasë unë. Jo, tash do të flasësh apo të flas unë se mezi po pres. Po mirë ti, gjova përgjigje. Më pëlqeu shumë qëndrimi Selinës mbrëm, sepse tha shumë për aspektin e saj njerëzor. Që do të thotë? Që do të thotë që në të tilla situata është gjithmonë nusja ajo që duhet të ruaj marrëdhënie, të fitoj dashurinë e motrës. Se në fund të fundit motra ka të drejtë të thotë vllai, m'pëlqen kjo goza me cilën po rri. Kurse ka të drejtë sepse motra e ka familje vëllain. Jeta ka treguar dhe vazhdon të tregoj. Ashtu vazhdon të tregoj që me gruan ndahesh, po me familjen mund të prishesh 100 milioner dhe të thesh pra atë. Ti do të ketë ardhur një përgjigje nga produksioni merdi. Për këtë çështje? Këtë çështje. Dhe mendoj që është më e logjikshme që Greta të punojë për të fituar Selinën sesa Selin Gretën. Dhe në fakt ishte Selin që për hir të dashurisë që ka për vllain donte lumturinë e tij edhe nuk e sakrifikoi Gretën asnjëherë, ndërsa Greta Selinën po. Historia e dy kunatave u xhbë tani, domethënë do ketë një harmoni mes dy kunatave, ajo që pritej nuk ndodhi, pra pritej që të kishte një luftë, një ajo në fakt që mua më ka acaruar prapë mbrëm është fakti që pse po mundon t'ia prishin lojën Selinës. Secilit aty brenda. Unë mendoj që Selin, po mamon mos e kur ma lidhësh çdo gjë, un po them, nuk është produksioni që i thot vllai Selinës shko thuj ti largo nga mirë. Nuk është produksioni që i thot kunatës Selinës largo ti. Po jo nuk i nxjerr në tavë diskutimet fare. Problemi është ajo goca po bën super lojë. Po merr një djalë si mirë dhe po e rrotullon si do ajo, po e kap çdo situatë prime dhe ty hyn dhe e çakordon. Çfarë mund të mendoj ajo kur ty të vjen kunata dhe thot njëjtat fjalë. Të vjen dhe vllai thot rri çik më lart në distancë, pra ty të konfuzon shumë aty brenda. Se vllai ja tha? Po ja tha pra vllai mbrëm. Po lozi çik më vetëm i tha. Tash si mund të thosh los vetëm ndërkohë që apo bën shumë, e shikon që apo bën lojë. Ti po thua që është e qëllimshme apo po sepse është mentaliteti i fushës që kemi ne. Ajo shkreta apo bën lojë dhe këto, duke që se ndikon në opinionin e njerëzve. A kupton? Dikon te gresa. E vërtetë është në këtë. Por mua se në këtë Big Brother ka shumë komente nga jashtë. Nuk mbase më shumë se çka pasur ndonjëherë, pra që i vinë banorëve shumë informacione nga jashtë, të cilat në fakt as nuk duhet të ekzistojnë dhe të nxjerrin nga ritmi me cilin ti ke ndërtuar një jetë aty brenda që është izolimi, pra nuk ka kaq shumë izolim sa ç'duhet kishte. Ordinea e ka deklaruar, jam e fokusuar tek loja dhe është në lojë. Unë këtu në lojë do e mendoj siç e kam menduar unë dhe siç e kam strategjinë time. Mirë, një koment mirë. Ndërkohë mirë çfarë po si po luan, si është në Mirë ka një problem thelbësor që mirë gjatë gjithë javës ose domethënë nga një puntate tjetra e Prime-it, se s'është një javë tërë, insiston dhe thotë, e mëson dhe Selinën her pas here, i thotë dëgjoj, në Prime, Lora si këtë përgjigje, duroja në Prime, del në Prime dhe nuk thot absolutisht asgjë. Çfarë ndodh pra? Ai nuk ka një dinamik kur flet me prezantuesin, me Ledionin, nuk ka një dinamik kur flet me banorët, le ta mendojnë si të duan ata. Miri në Prime nuk është, dhe unë nuk e di si e shohin si lojtar të fortë edhe brenda. Kjo është problemi. Sepse unë nuk e shikoj gjatë javës që bën një lojë kaq të jashtëzakonshme Miri. Janë dy gjëra që më bëjnë përshtypje gjatë gjithë javës dhe përfundim ke Prime-i. Një Miri që e ke dëgjon shumë të fikur edhe gjatë javës dhe në Prime që nuk arrit kapi ritmin dhe t'japi t'i vej pikat, dhe e dyta është Kristi që si ka mundësi gjatë gjithë javës e ke skuth dhe fut xita. Dhe Kristin dhe në Prime është totalisht i fikur, se ai bukur shqiptar. Jo, nuk është i fikur, është të tërhequr vetë. Jo, po. Edhe kur tërhiqet ja jep fjalën. Ja jep fjalën, po, gjithkohë. Fjala produksionin na zhbërë kështu si po. Ledioni çfarë si ka, domethënë i jepet një avantazhi.
Janë dy ekstremer, pra një njeri që mund të ore s'ka rëndësi. Edhe ajo në fakt, edhe ai klipi që pash dje që doli Kristi që kishte nominu dhe Malin dhe Gertën, më duk i çik sepse ti po jep informacione se çfarë ndodh në rrëfimit. E më duk pak e tepër, sepse ndikon tek loja. Varet se sipas do e gjykojnë, sepse shikoj që kanë futur çika për çfarë. Ndërkohë, veç këtyre poleve që i përmendëm, ka disa personazhe që janë si në një tjetër dimension të shtëpisë, ku është Stenaldo me Malin, që është një dyshe, është Angelo dhe Artan Kola, diku tjetër, ka Baby G që nuk po kuptohet si do luaj. Si do t'i shohim këto lojtarë të tjerë? Artan Kolin unë do e kisha marrë vetëm për relax. Në momentin e tensionit, futet flasë Artani 2 minuta iku. Baby G domethënë nuk e di akoma ku ka hyrë, nuk ka. Angelo e ka humbur busullën, vazhdon jetë akoma pa busull. Për mua Angelo del. Kush më? Angelo del, vazhdon gjithmonë të kush. Okej, mirë. Çdo puntat thot kush është Angelo. Ja, respektojmë. E ke parasysh atë më gjunaf, ta kam thonë domethënë punën që se kthehet. Për mua ai. Mirë, okay. Në aspektin e lojës e shpiks Barsaleta, më i gru, punë klash me 6 kalamuj, 207. Kush është personazhi nga i cili duhet presim më shumë, përveç këtyre që përmendëm pak më parë. Kemi ndonjë që duhet të presim më shumë? Duhet presim pak më shumë që Po, spondizet. nga ajo Baby G-a duhet të presim pak më shumë, sepse është personazh cool. Normalisht shumë qetësi, po. Po, ndërkohë që duket sikur nuk po gjen mënyra për të hyrë, si me thënë, për të depërtuar. Mund të jenë edhe banorët që se unë thjesht do doja Selinën mos ta kishin ngatru, mos ta kishin përzi me këto sepse Selina një koment ka diçka të vërtet ke ky DJ Gimbo për Selinën apo është lojë tërësisht? Jo, e ka thënë në dhomën e rrëfimit ai edhe është transmetuar në. Po, e ka qejf vërtet, të pëlqen. Po, e ka qejf edhe pse mos ta ke, dhe unë ata janë moshatar, por me thënë të drejtën Selina shumë e pjekur për moshën. Ti do më japësh super koment tani këtu, dhe vetëm ti mund ta bësh këtë gjë, po siç di ti ta bësh. Ore, a din me bona i gjë këto brezat e sotshëm? Si nuk bëri asnjëri dashuri aty brenda, nuk e di fare. Kush bë dashuri aty s'kemi as çift akoma. Aty dashuri mund të bëjnë shumë veta. Angelo mund të bëj dashuri me Stelinën. Mund të filloj të merret kush, po ky kushi, ky kush. Ishte keti moj. Mund të krijonte një dinamik me Joelan, mund të krijonte një dinamik me Baby G-n. I kanë hyrë femra Angelo. Shef Bigun apo shef Bigun ti apo jo? Po sigurisht është. Angelo maksimumi mund pi cigare me Kristin. Kapin e qoshe me kri, Angelo ka inat pse Kristi nuk po bën lojën me Angelo. Ore na duhet një çift i lezetshëm i bukur. Nuk ke çift lezetshëm për momentin aty drino, po nuk hyrën ai tjetër me bot çift lezetshëm. Po çift hyrën ato ngelen duke hyrë. Po normal se hy njoni i martu me fëmijë. Hy njoni i martu me fëmijë, hy tjetra e fëmijë me jashtë. Jo pra, se si ato gjithë pra ke aty dy ke. As këta të përputhme. Kush? Krusita. Krusita zesë ke, nuk është as ajo. Brikena unë them që e ka fokusin. Unë them Brikena zesës është. Zesës është. E të gjova si kur ka e zezë. Edhe herë tjetër. Sikur po komentojmë ngjyrën e lëkurë. Angelo, ta shqyqy që e kujtoni ju se edhe produksioni e ka ku aty mrena se s'ka mundësi. Kush, Brikena më duket sikur e ka diçka një fokus jashtë. Selina e ka menin ke loja dhe nuk i intereso kushdo që të shkojë aty kush. Kerta ka kunandës voto televizie. Fare. Dhe ndërkohë ka një konkurrencë të jashtëzakonshme me Big Brotherin e Kosovës në këtë drejtim. Në nominim janë gjithë meshkujt e shtëpisë? Shumica, po. Ja ta shoh gjithë shtëpisë, do më aq interesante. Jo, të gjithë pra të gjithë janë. Ja ta flas që do nxjerrë të gjithë meshkujt e shtëpisë. Pra të gjithë. Atëherë, kështu që. Po s'ka të gjithë janë. Po domethënë ti thua pse Angelo, se i kanë marruar të punës. Po pse Ndezi në motorin e përdori? I kanë marru aq. Ndezi ca ditë humor. Edhe ku ju thoshon që i kanë nxjerr pa Angelon Seno dhe Ilir Vernozi se besoshi ti, urdhë. Është fik fare. Do kemi një shtëpi më të pastër, po themi nga bullizimet dhe nga thashë me që është lider e Selin do jetë. Dëgjoj, shtëpi të pastër nga bullizimet për sa kohë tjetër Genard Hajdini aty mëna nuk ka shanse të kesh. Genard Hajdini. Genard është shumë djalë i mirë, po nuk po e shaj më. Është vlerësim, po pra. Por edhe herë tjetër. Sepse vërtet si Genardi. Mirë, okay, dëgjoj. Atëherë ai vërtet më keq janë më thënë. Pra, vërtet. Çka ka shkruar Drini Gedora që po lexon, çka ka shkruar Gedora. Atëherë për te asaj që komentuam, unë do të doja të vizoja Kristin si një super lojtar.
Vallaj, ti më mund si Kristi e Po se Drino. gjithë zgjodhen të. Ti e mund si Kristi që herë në 3 javë, çfarë bëhet tërkuz jashtë, arrit ta kap me ato radaret. Monika kishte thënë që dhe ta Monika interpretoj Kurmandi brenda. kishte thënë që Kristi është banori im i preferuar. Ndërsa unë mendoj ashtu siç mendon Meridiani, edhe Monika jon Lubonja që është shumë e çuditshme për të qenë një rastësi që ai kupton çdo gjë që e dim vetëm ne që jemi publiku përjashta, që do të thotë që duhet ketë një ndihmës te dhoma rrëfimit. Po sigurisht është shumë inteligjent, shumë i zgjuar, intuitiv. Po atë e ka. Atë e ka. Ka mohim dot na është është tepër, është më shumë se sa aq. Domethënë duhet të jesh kështu që të Okej. ose ka fuqi paranormale, Kristi, mund të ketë fuqi paranormale, ka ndonjë se ti qish ke faqe një edhe kështu- i thotë, i normal, thotë. pasi lëviz vesh kështu. Çfarë duhet presim këtë javë? Një koment fundit. Çfarë pritet në kuptimin ku janë ato projektorët, Do filloj DJ Gimbo të luaj ato DJ. kartat e ty, gara, disqet. ato do të më thënë zarët e vet për Do filloj të luaj zarët për Me se bixhetu do me zarë. Do ti tundi. Do me disje. Tundi moj baja me tundi. O Drino, Pastaj- ky bigu është i paparashikueshëm. Një lidra nuk Jo që ka. është pa parashikueshëm, po Jo, është. lidra nuk ka. Është e Dhe nuk vërtetë, ishte nuk bo ka vjet dhe personazhe. nuk ishte bo Pashikueshëm. vakinë 5 vjet, mos ketë një lidër shtëpia dhe mos të ndahen në 2 grupe që t'jenë ato për plasën. se Egla s'pati grupe Po, që vjet, nuk grupe, është e thënë kjo. grupe. Nuk është e Egla thënë ishte gjësja e- lider vet, tash mos u kap me Eglën se Egla e kishte lider e vet. Egla Lider. merrte Prime-in, i bote lëm zgjerat siç donte ajo. E çonte burimin ku donte ajo. Te uji. Uji të buri. Burin të burimi. Burimin e merrte me vete, mo me gjithë ujë. Gafa. Jo, burimin e merrte me vete me gjithë ujë, s'ka. Me gjithë ujë. E zmontote komplet. Shohim se të shkoj kjo javë, megjithatë urojmë që të Po turojmë vina njëri të bëj dashuri aty poshtë organëve se na çmend. Harroj ti s'ka, vetëm Unë them e mbyllim. Po patjetër. unë them presim se mund vini Zar Fizi prap. Po rrim, pra rrim. Rrim. Ikëm, ma ne po rrim, ju iki. Ju vazhdoni.